një bekim më ka shu, ty do të kemë Kosovë bekimin e dytë. Bekimi thot, s'ma ka fthy fjallën kur, edhe ata që ka premtu e ka ba. Erdhen Kroatë për vizitë në Kosovë, motoklubi veteranët e Kroacisë, ku i përshëndes përmes këtij kanali, erdhen në Kosovë. Isha motoristi jo i vetën, se ka pas motorista veteranë në tanë Kosovën edhe që kanë vozit në për grupet caktune të ndryshme. Në Ovel, ishin musafir në Ovel e OÇK-s aty. Thonë, ka motorista këtu? Po, ka, vetë jam. Po, se bani një klub, si kur na, thonë, po e bojna. Po, s'm ka shku menja kur. Thotë, jo, do të me ba, thotë, edhe pe këtu, thotë, ju presim shumë shpejt me ba. Po atë ditë, pas mbledhjes që kishim në OVL, ishim në Prekaz. Ishin prisit gjithë veteranë të Kroacisë, një ndër ta ishte edhe bashkëluftëtari i Bekim Berishës. Thotë Bajram, thotë, një bekim më ka shu, ty do të kemë Kosovë bekimin e dytë. Bekimi thot, s'ma ka fthy fjallën kur, edhe ata që ka premtu e ka ba. Edhe unë sa the fjallën. Po, unë ja theva pak fjallën se u vonova. Më unë shku në disa vite të hesa, arrita me ba, me zgjedha emblemen, me gjithë shokët në për klube, në për rrugë, në për veteranë, se ishte, mendimi ishte vetëm veteran. Po pas që dulëm në skenë, u afru në shokë shumë shpejt, bashkëluftar, me motora, edhe e hapëm klubin, kjo ka qenë 2018, unë ju vonova pak, pe 2012 në 2018, pa arsye prap, ishte se s'kishim ko, mu dash ko mi gjetën, se Kosova shumë e madhe. E sa i gjeta djemë për me formu klubin. Në 2021 kem qenë për herë parë në Kroaci, për ditën e shtërimit Kroacisë, thjerët Olluja, me ftesë zyrtare pe ministrit të mbrojtjes të Kroacisë. Ishim dykon 12 motora 15, edhe atë kem qenë me shpenzime vetë jaket të shokve, kush ma pak e kush ma shumë, jemi gjindë, edhe kemi shku atje pa për krajen e shtetit. Po, prap i nati, nuk në la të mos e mbajmë flamurin e shtetit tonë në motorat tonë. Edhe që më gëzon shumë është fakti që po vazhdon hala, edhe është po shkon shumë mirë në fakt që është e vërteta, edhe jo këtë tam që është edhe një numër shumë i madh i gjeneratave të reja që nuk po hezitojnë me u bë pjesë këto, edhe më e mira e kësaj krejt është që edhe ju nuk pritoni hiç, e doni shumë këtë punë të cilën e bëni edhe ata janë shumë të hapur ndoshta për mi marr krejt këto iniciativat të cilat ju organizoni. Thash më herë se e kem obligim të mbrojmë. Shumë e vërtetë. Të afrojmë nga vete, t'ju shpjegojmë për shembull kur shkojmë në pikë e rendit parë të motoklubit është vizitat në homazhe përvjetore, edhe aty ku shkojmë në për vend luftime, homazhe të bëjmë, ka për neve që kanë qenë në për vende ku shkojmë homazhe, për shembull Doki e fol për Pashtrikin, Kosharen, aj aty, edhe ju tregon djemve të ri se si kanë ndodhur luftime, si ka ra ku kanë granatu, ku ka ra ku plagos. Ishte diçka të papon në televizion, në përjetët sociale. Është diçka në ndjenjë ndryshe, sa që ndodh tash e shumë ko, më shumë ju ringati djemë të ri që nuk janë iq veteran, Bajram, president, këto është një përvjetor, a shkojna be? Është diçka më bjen me kanë vetëm sa s'kom vdek, pa qef, apo si kam punë të hiq, thamë po shkojna, hajde po shkojna. T'jepin qaq nëzidje.